محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Falënderimet të takojnë Allahut të madhëruar, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humb, dhe atë që Allahu e lën në humbje nuk ka kush që udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, Allahu i madhëruar përveç që na e ka treguar rrugën e drejtë, besa me mëshirën, rahmetin dhe udhëzimin e tij na e ka mundsuar dhe të ecim në atë rrugë. Ai kërkon prej neve përqëndrim edhe kërkon prej neve vazhdimsi. Kur e lexojmë Kur'anin nuk mundet me na ik pa e kuptuar se mesazhi kuranor na thret që kur i qesim hapat e parë në drejtimin e duhur, pastaj me ata hapat duhet të vazhdojmë deri në fund. Nga se nuk mjafton me e gjetë rrugën, por do të me ecë asaj rrugë, dhe nuk mjafton me ecë, por do të me synu me mri, ndërsa udhëzimet në këtë kuptim janë të shumta, janë shumë konkrete dhe prekin aspektet ndryshme të jetës sonë. E duke qenë se i përfshin të gjitha aspektet e jetës, atëherë kjo na jep me kuptu se serioziteti i të kuptumit të vazhdimësisë dhe konsistencës është i nënvizum në Kur'anin fammadhe dhe në udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhëruar na thret në Kur'anin fammadh me një thirrje, pas cilës pason një urdhëresë dhe pas cilës pason prap një ndalesë. Thot Allahu i madhëruar: ja ejuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa la tubtilu a'malakum. O ju që keni besu, bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit të tij. O ju që keni besu, është thirrje e ndershme, është thirrje përgëdhelëse. Çdo njeri mundet me e vendos veten brenda kësaj thirrje, me besim gjithsesi. Urdhëresa është bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit të tij. Dhe kjo është fryma e Islamit realisht, për arsye se nuk ka mundësi njeriu me qenë musliman nëse parimisht nuk vendos me qenë musliman me përkushtim, e përkushtimi nënkupton me qenë i dëgjueshëm për Allahun edhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Aty ku Allahu na urdhëron, na do të me u gjind me veprat tona, aty prej nga na ndalon do të me u largu, aty ku Allahu ka qef me na pa, që aty do të me u pozicionu e kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë rast nuk është as rival, as ortak, as i barabart me Allahun, po është thjesht përcjellësi mesazhit të tij, edhe është sqarues dhe interpretuesi më i mirë i shpalljes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur na thot diçka, ndigjomni, nuk e ka synimin unë po rri edhe po ju urdhnoj, ndërsa ju veproni, por ai i pari vepron, ai në mënyrën më të mirë vepron, e me këtë na e jep edhe shembullin praktik se çysh çohen në vend urdhrat e Allahut të madhëruar. Ajo që është e rëndësishme prej kësaj, të nderuar vëllezër, është ta kuptojmë se vazhdimësia është obligim. Njeriu derisa është në këtë jetë, lidhjen me Allahun fuqiplot do të me mirëmbajtë në vazhdimësi. S'mjafton me thonë dikush, valla unë kur jam kon njeri jam fal. Ose unë e njoh Zotin, e di Zotin hak mirë, po tash punët e dunjas janë tjera. Kur i marrim rregullat e Islamit edhe i analizojmë, kur e shohim, po e marr një shembull, kur e shohim insistimin e Islamit për me falë namaz vazhdimisht, që namazin s'bën me elan, edhe ne, ose një pjesë e madhe e njerëzve, mendojnë se namazin bën me elan kur s'ki kohë. Një pjesë menojnë namazin bën me elan kur se ki shëndetin. Dim njerëz që janë falë
e në fund ose para fundit jetës e kanë lënë namazin për shkak se kanë thonë valla s'po muj me e majt abdestin ose s'po muj me u falë në kom ose kështu me radhë. A në të vërtetë udhëzimet e Islamit janë ndryshe, nuk janë çështo. Udhëzimet e Islamit janë që njeriu nëse s'mundet me e majt abdestin, merr abdes për namaz, e nëse edhe gjatë faljes atij namazit edhe 50 herë i prishet abdesi, ai e vazhdon me çat abdes namazin edhe është në rregull. Pse? Për arsye se ai është sahibi yzer. Ai ka arsye, ai nuk e ka dispozitat e tij, nuk janë sikurse dispozitat e neve që jemi të shëndetshëm. Ai i cili nuk mundet me qëndru në kom, ai falet ulën ose shtrit, edhe namazi i tij është në rregull. Për shkak se për atë nuk vlen obligueshmëria e qëndrimit në kom, sikurse vlen për neve që jemi të fortë. Ose ai i cili s'mundet me lëviz fare, namazin e falë çashtu çysh mundet, abdestin e bën çashtu çysh mundet, nëse jo tejemum, nëse jo as tejemum. Pse? Se Allah i madhruar thot fattaqullaha mastata'tum. Keni frikë Allahun atë sa ju lejojnë mundësitë. Po çka është e rëndësishme te puna e namazit edhe te shembulli i namazit? Është se nuk ka asnjë situatë kur njeriu normal që i thot vetit musliman, edhe është i vetëdijshëm, se shumë me rëndësi është vetëdia, nëse s'ka vetëdije nuk obligohet. Njeriu që i thot vetit musliman, edhe është i vetëdijshëm, asnjë situatë nuk ka që lirohet prej namazit. Edhe këtë Allah i madhruar nuk e ka bo, kur e kemi parasysh na se Allahu Islamin fen e ka bo lehtësi. Nuk e ka bo këto Allahu për me u vështirësu njerëzve dhe për me u nxi jetën. Përkundrazi e ka bo për të mirën e tyne, për shkak se çajo lidhje e njeriut me Allahun fuqi plot duhet me funksionu pa ndërprer derisa ta ketë njeriu fryma. Kjo është ngjashme me punën e zemrës ose me punën e trunit ose me ato që zemra s'do të më ndal në asnjë moment se si të ndalet njeri vdeç. Edhe lidhja me Allahun fuqiplot, si të ndalet njeriu vdes. Bile vdes me atë vdekjen matron, jo kjo vdekja që është ndamje e përkohshme për kësaj jete edhe kalim në ahiret. Allahu pra po thot, ati'u Allaha wa ati'u Rasul, bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit. Kjo është urdhëresa, ndërsa ndalesa është wala tubtilu a'malakum. Dhe në asnjë mënyrë mos lejoni që të shkojnë dam veprat tuaja. Është interesant ky formulim kuranor. Na hap horizontet të rëndësishme shumë për me menduna. Edhe unë e kuptoj këtë ajet kështu, në mënyrën më të thjeshtë. Pas ka mundësi njeri me konë musliman, pas ka mundësi me fillu si musliman, mirë po, pa kujdesia, mundet me aqu poshtë të gjitha veprat. Në vendet tjera në Kur'an Allah na jep me formulime ndryshe, po parafërsisht epilogu i pakëndshëm është i njëjtë. Për shembull në surën Kahf thot Allahu hel nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Apo doni më ju tregu kujna i shkojnë më shumë të veprat poshtë. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Këta janë ata të cilët qysh në dunja të konë nuk kanë vepru mirë, po ata akoma mendojnë se janë duke i bo punë në rregull. Pra pas ka mundësi njeriu me vepru, e mos me gjetë tek Allahu fuqiplot kur gjë. Pas ka mundësi njeriu me vepru, madje me vepru edhe mirë, po masanej me një përfundim të keq me asgjësu të gjitha. E qysh ndodh kjo? Padyshim që janë disa manifestime, i pari edhe më i rani edhe më flagranti, është nëse njeriu Allahu na rujt, prap po them e na dhuroft stabilitet në fe, nëse njeriu e fillon jetën si musliman e përfundon si jo musliman. Ka mundësi. Në sabah i thot vetit besimtar, mas dite thot jo mërë s'ko ka kur gjo kjo pun, po kaloj në diçka tjetër. Edhe nëse nuk e deklaron me fjalë, mundet me dëshmu me vepra. O fal një pjesë të kohës, masani e ka braktis namazin. Është rujt prej haramit, masani ju ka kthy harameve. Është e ka një vetën ma musliman, ma besimtar, masani ka fillu me fol, ose me shkru kundër fes, edhe çdo gjoje që e përfaqëson fen. E kjo është një farë mënyre dalje prej islamit, është renegim prej islamit. Allah i madhruar thot në Kur'an lidhur me këtë, ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Ai i cili mas që ka qenë besimtar, bëhet qafer ose mohus. Ai
i kanë shku poshtë të gjitha veprat, faqad habita amaluhu, i ka shku poshtë veprimtaria. Wa huwa fil akhirati min al khasirin, ai në botën e përtejme do të jetë prej atyre që s'do të kenë asgjë, do të humbin çdo gjë. Kjo është ajo më e madhja dhe më flagrantja, nuk pres as nuk na shtesteron me thon as nuk friksohem që ndonjëri prej neve të jetë në të ardhmen në si gjendje, edhe pse fatkeqësisht u ndi raste njerëz që kemi pas qëtu në saf me neve janë falë. Edhe kanë mësu Kur'an, edhe kanë lexuar Kur'an, edhe kanë marrë pjesë në derse, në ligjërata e kështu me radhë, sot janë më të armiqësuar me Islamin. Ka gjemtërie pak më të vjetër e më kështu me radhë, po këto janë punë të Allahut fuqiplot, Allahu na ka në dorë të gjithëve. Po s'po e përmendi pse mendoj se dikujt ka me ndodhë, se lutem të mos na ndodh asnjënit. Lutem që Allah të na forcoj, po e përmendi për shkak se përmend është manifestimi më i rëndë, edhe kemi nevojë me ditë se cili është rreziku më i madh i cili na rrezikon veprimtarin, në mënyrë që njeriu edhe me u lodh e me dal para Allahut fuqiplot pa kurrë. Amilatun nasibe tasla naran hamia. Allahu i përmend disa njerëz. Amilatun nasibe, veprimtar edhe të lodhën, jo çfarëdo veprimtar shkelë shkapo me përkushtim, edhe në fund ditën e gjykimit do të përfundojnë në zjarr përcëllues. Pse? Për shkak të tyne që po i përmendi e që do t'i përmendi edhe disa prej tyne e që ka hapësirë të përmenden edhe në vazhdimsi. Tjetër manifestim është në rrugëllazën mos të kuptumit edhe mos trajtumit seriozisht të atyne gjanave të cilat Allah i madhruar i ka trajtu seriozisht. Parimet e fesë, detyrat e fesë, udhëzimet, madje edhe ato më praktike që nga njerë neve na duken të thjeshta të Islamit. Fryma e tyne është serioze. Me ato nuk bën me bë hajgare. Mundet njeriu me pas ngjecje. Mundet me pas ngjecje edhe në namaz, mundet me pas ngjecje edhe në axherim, edhe në zakat, edhe në haxh. Mos flasim për ato tjera që janë më, nëse bën me thonë më pak të rëndësishme. Po hajgare me to nuk bën me bë. Për arsye se te puna e hajgarës, te puna e shakas, te puna e talljes edhe e përqeshjes, njeriu din me u relaksu më tepër se ka nevojë e pastaj pikërisht aty gabon. Edhe e gabon gabimin trashanik. Allah i madhruar na tregon se ka me i pyet do njerëz, çka keni bë? Ata thojnë innama kunna nakhudu wa nal'ab. Se kena pas seriozisht. Kena bë hajgare dhe kena lu. E Allahu pastaj në mënyrën më serioze i çorton duke thonë kul e billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastehzi'un, thuj, a me Allahun, me fjalët e tij dhe me pejgamberin e tij ju bëjshit hajgare? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Mos u arsyetoni, keni bom mohim edhe kufër pasi që patë të besu. Këto janë fjalët e Allahut nderuar vëllezër, nuk jam tu interpretu, jam tu citu. Se nga njerë dikosh mundet me thonë, ju nuk po dini tjetër, veç me thonë, dole prej feje, shkove në xhehenem e kështu me radhë. Jo, nas po themi dole prej feje, po themi bën kujdes se mundesh me dalë prej feje nga pakujdesia. Kur dilsh prej feje, tani masanej, mos u habit, kur e sheh veten aty ku nuk duhet. Pra, kjo është paralajmërim për me e pas parasysh se njeriu po muj ka me u lodh edhe në fund mos me fitu kurrë. Mas kësaj është një gjë e cila realisht mundet me na ndodh. E kam përmend shpesh edhe nuk dyshoj që edhe ju e dini. Është një pozicionim ku njeriu mundet me emri si rrjedhoj e një vetpëlqimi që ja ushqen egon. Ja ushqen egon edhe ja kultivon arrogancën. Edhe njeriu duke u mundu me u bë i mirë, shejtani që aty në gjysë të udhës ja shtin dorën nër krah, edhe në vend se me e bë të mirë e bën të keq. Qysh i mushet menja se me mu s'ka. Edhe fillon me i pa krejt njerëzit me nënçmim. Edhe thot, nashta nuk e thot me fjalë, po nga njerë me sjellje njeriu flet, thot mu Zoti ka me m'fal, ama ty jo. Pse? Për arsye se ti e ki këtë behane, e ki këtë tmet, ti e bën këtë gabim, ti kështu. E ti, e dhoni kam do të meta, po unë jam njeri pa gabime s'ka, do më thonë, unë po më isha me arsyetu vetën e ty jo. Do më thonë, kjo është ajo logjika e
e deformume. Po hala ma keq se kjo është kur njeriu merr guxim me i thonë dikujt ty Allahu s'të fal. Ose ty Allahu s'tjep, ose nuk të shpërblen, ose s'ta pranon se ti e ki njëtin kështu ose ashtu. Ose mi thonë dikujt ty Allahu të çon në xhehenem. E për këtë na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot njëri i ka thonë shokut vet ty Allahu s'të fal. Allahu i ka thonë atij e kush mundet me më pengu mu për me e falë dikant që unë du me e falë, e që ate po e fali, e ty po t'i qoj veprat poshtë. Dhe më thonë, nuk ka qenë njeri që s'ka pas vepra, por gjuha ja ka bo, gjuha si rjedhoj e arogancës, që e ka pas, ty Allahu s'të falë, nuk ban me jo thonë njerëzve ty Allahu s'të falë. Na ban me thonë, Islami ka gjyku për filanin, për menët Ebu Lehebin në Kur'an, tebbet jeda Ebi Lehebin wa teb, na e mallkojmë Ebu Lehebin për shkak se Allahu e ka mallku. Puna e tij ka marrë fond edhe themi ai e ka përfundimin e keq, po për një njeri të gjallë nuk mundem me thonë kështu ose ashtu. Andaj duhet jemi të vëmendshëm për arsye se njeriu brengën më të madhe duhet me e pas për vete. Thot njëri prej tabiinëve, thot i kom rri 30 sahabe. 30 shokë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i kom taku, i kom zonë gjallë. Se cili prej tyne, kur folqa me to, thejke po tutna, mos po bohna munafik. Para mendo shok të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, si gjenerat njerëzit më të mirë, të edukum në frymën profetike, thot se cili prej tyne friksohej, mos po bohna munafik, mos po devijoj, mos po rshas, mos po marrë në thu. Njeriu i mirë dhe besimtari për një me e ka këtë frikë të vazhdueshme, frikë e cila ja ngrit dozën e kujdesit. Jo dozën e dëshprimit, edhe dyshimet, po dozën e kujdesit edhe ai masanej sa ma i kujdesshëm që tjetë, s'ka me u bo me lache, po sa ma i kujdesshëm që tjetë, ma pak ka me gabu, edhe ai tjetëri i cili thot, jo, unë munafika, jo, më në qëfar, po kësi besimtari si unë e s'ka, këtë dozën e kujdesit e ka në minimum, mundësin e gabimit e ka maksimale. Andaj duhet jemi të vëmendshëm këtë aspekt. Nuk ja bojmë gjyqin njëri tjetrit, po nëse ka nevojë me u bë dikush i ashpër me dikan, le të bëhet i ashpër me veten e vet, le të ja shtrëngoj vetit sa të mundet me qëllim të përmirësimit. Të tjerë trajtoj çashtu çysh na mëson Kurani, edhe çysh na mëson udhëzimi profetik. Edhe një gjë tjetër është, po më ka edhe shumë gjëra, po edhe një gjë po duam e përmend nderuar vëllazër, që na rrezikon me na i çu veprat poshtë edhe mos më na lën me u kënaq me to edhe me shiju ato edhe me shiju shpërblimin e tyne, ajo është një të mirë që dikush e ban nëse e përmend. Me ja përmend dikujt të mirën që ja ke bë, e ke çu poshtë. Ma mirë mos e ban. Ja ke dhënë dikujt një ndihmes materiale, mas një kohë ja përmend edhe i thunë të kom bo mirë ty qështo, do më thonë edhe je harxhu, edhe je met pash problem. Ma mirë mos t'ja kështë dhënë bilet sa të pare i kështë pas në gjep. Allah i madhruar thot, ja ju helledhina amenu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. O ju që keni besu, mos i çoni poshtë lëmoshat tuaja, sadakat tuaja, duke ja u përmend njerëzve edhe duke i shqetësu ata. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith thot, 3 persona Allah i madhruar nuk ja ulçon syt në ditën e gjykimit. Ata janë ai i cili sillet keq me prindrit e vet, ai i cili e konzumon alkoolin vazhdimisht, edhe ai i cili ja u përmend njerëzve të mirat që ja u ka bë. Shumë e ranë, paramendo, veç me paramendu, se nga njerë ne themi po, unë veç po kom qef mi ja kujtu, mos let jetë mirë njës, mos ma të këthen me të keqe, a mo këqyre në qfar grupi ashtë, me atë që sillet keq me prindrit e vetë, me atë që pin alkohol, vazhdimisht, me ata që Allah i madhruar si ja ulçon sytë në ditën e gjykimit, si këshyr me synën e mshirës. Në më thonë, kjo është shumë e ranë, edhe kjo mundet njerëzve me ja pru punën që veprat e tyne në asnjë mënyrë mos me pas dobi. Në rrullazën, këto që i përmenda nuk janë vetëm këto e thash. Qëllimi nuk është me kriju panik. Qëllimi nuk është me kriju zhgënjem. Qëllimi është me mbujt na jetën tonë edhe me veprimtarin tonë me kriju kujdes sa ma shumë. Edhe nëse jemi prej atyre që ju kemi përgjigj thirrjes hyjnore, o ju që keni besu, bindjuni Allah dhe bindjuni të dërguarit të tij. Nëse jemi prej tyre edhe jemi sigurisht, inshallah, atëherë të jemi të kujdesshëm që krejt atë punë që e bojmë, mos të lejojmë që të na rrezikojnë gjana
defekte, deformime edhe veset këtilla, Allahun e madh e lusë që të na dhuroj sinqeritet në fjalë dhe në vepra, stabilitet gjatë ecjes son në këtë rrugë, edhe përfundim të mirë. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje për Allahut për vete edhe për ju, ende ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Po du me e përmend edhe një gjë e cila gjithashtu nuk është absolutisht e panjohur për juve, e cila nëse e majmë mend edhe përpiqemi mos me e harru, edhe nëse insistojmë që jetën tonë me organizu si mbas kësaj, atëherë shpresojmë se edhe do të përmirësohet veprimtaria jonë, edhe do të garantohet që mos me humbë kurrë prej saj. I ka pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shokët e vet ja u ka parashtruar një pyetje. E ne e dim se pyetjet profetike nuk kanë qenë që pejgamberi me mësu prej sahabeve, po ka qenë për mja u marrë vëmendjen në mënyrë të veçantë. Kur ka bo pyetje diçka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o konë sikur me ju thonë, stash ngoni mirë, se stash po du me i tregu diçka shumë interesant. I ka pyet, ka thonë, e të dërune me një muflis, a e dini kush është i bankrotum? Ka dallim me kon fukara dhe me kon i bankrotum. Se i bankrotumi në esencë nuk u kon fukara, i bankrotumi u kon pasunik. Po masanej ka mbet me dur në xhepa. Edhe kjo është eron shumë se fukaraja u mësu me nejt fukara. I thojnë, ja Rasulallah, i bankrotum është ai njeri i cili ka pas, po masanej për arsyet ndryshme ka met pa kur gjo. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo. Muflis i bankrotum i llojit më të keq është ai njeri i cili do të dalë para Allahut fuqiplot me shumë namazë, me shumë agjërime, me shumë sadaka, e me shumë vepra të mira, me bagazh të madh të sevapeve. Po paralelisht filonin e ka sha, filonit i ka shpif, filonit ja ka tjetërsu pasunin, filonin e ka rre, nëse e ka pas mundësin e kështu me radhë, edhe tash krejt ata filonat, se është dita e llogaris, është dita e barazimit të hesapeve, krejt ata filonat vinë se cili me e lyp hakun e vet. Edhe në ditën e gjykimit njerëzit bëhen shumë të amaçar, në ditën e gjykimit njerëzit bëhen shumë lakmitar, për çka? Për sevape. Vjen njëri, o Zot, thot ky më ka bë kështu edhe kështu. E çka po lypi me më shpagu, Allahu në mënyrën më të drejtë ja merr sevapet këtij e ja jep atij të dëmtumit. Vjen ai tjetri, i merr edhe ai do, edhe i treti edhe i katërt e kështu me radhë derisa të këtij të shkretit mos i mbeten kur gjë, e kanë mbet radhë edhe disa me u shpagu, e çysh me u shpagu tash këta kur s'ka çka me pagu, e ç'ky është bankroti më i keq, thot ju merren tani gjunahet e këtyne e i ngarkohen atij. Do thonë ç'kjo është më e keqja. Mi thonë vetit besimtar, me punu, me u lodh, a realisht këtë sevapet tua jetu ja falë dikuj tjetër, masani hala ma e ranë monët me u botë ndërru vlazën, po thamë, veç me imaginu, hipotetike është kjo, qka po thamë, ma e ranë i shbo me të shku sevapet, para me ndote dikush që nashta heq kërkun su konë krasim me ty në dunja. Heq asë su falë, asë su... se Allahu ka me realizuat drejtësi, andaj edhe kjo do të na bëj shumë të vëmendshëm edhe shumë të kujdesshëm. Zgjidhja është imuniteti. Qysh me u imunizu? Me u imunizu të ndërru vllazën me e lanë fjalën e Allahut, edhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që me e bë punën e vet në jetën tonë komplet. Nëse dojmë me u bë besimtar vetëm në xhami e me u sill ndryshe jashtë xhamis, me krejt çto rreziqe kena me u përball. Ka thonë dikush prej gjeneratave të hershme, ka thonë mos u bën armik i shejtanit në publik e alat i ti kur je në vetmi. Demek, para njerëzve me u paraqit që une me shejtanin s'kam kurgjo, a realisht kur je vetëm, alancën më të madhe e ki me te. Une po thëm të nëru vllazën, mos të lejoj me në ndodh me u bo armisht shejtanit kur jemi në xhami, e misht të ti kur dalim prej xhamis. Lypë balans, krejt mësimet e Allahut fuqiplot e prodhojnë balansin, ekuilibrin, baraspeshën më të mirë në jetën tonë, nëse i respektojmë me lejen, me mëshirën, rahmetin e Allahut fuqiplot, kena mi adal edhe kena me mri aty ku ja kemi mësy,
e Allahu është ai I cili na ndihmon në këtë drejtim, na thjesht do të më dasht. Allahu na rujt e na forcoft. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين وأخذل من خذل المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله